Ndërsa sa i takon, po themi, gjithë kalvarit që është duke që po ndjek Partia Demokratike, më së shumti është një tentativë të paktën siç e shoh unë për të fituar kohë, dhe pastaj për të menduar hapjen e radhës, sepse janë 4 vite shumë të gjata i parashikoj unë. Por ndërkohë kemi 3 bashki të sigurta dhe një tjetër që besoj do shkohet drejt saj. Unë mund të them që janë 6, Esmeralda. Shumë më thuaj dhe 2 të tjera. 6 bashki në të cilat mund të kemi zgjedhje brenda këtij. 3 kemi të zyrtarizuara, pra kemi Beratin, Tepelenën dhe Matin, të cilat do duhet të shkojnë në zgjedhje. Që 3 kryetarët e bashkive tashmë janë deputet. Ervin Demon Berat, Tërmet Peçi në Tepelen dhe Agron Malaj në Mat nuk janë më kryetar bashkisë, ka dhënë dorëheqje dhe kanë mandatin e deputetit, të cilin do e marrin javën e 2 të shtatorit. Dhe këto 3 bashki do duhet të shkojnë brenda këtij viti. Procedura parashikon që nga momenti kur këta japin dorëheqjen, Këshilli Bashkiak do duhet të mblidhet të konstatojë mungesën e kryetarit për një periudhë 3 mujore dhe njofton Këshillin e Ministrave. Këshilli e Ministrave më pas këtë njoftim. Që 3 mujori në kalkulimet që po bënin pak më parë, bie ti diku nga mesi i qershorit. Po, ndoshta java e 2 e qershorit, 10 ditë shqiptari i qershorit, ne mund ta kemi këtë hap, pra që Kryeministria Këshilli i Ministrave të njoftoj presidencën dhe brenda 45 ditëve presidenti do duhet të shpallë dhe të dekretoj një datë zgjedhjesh në këto 3 bashki.